javën e kaluar kemi folë për autorin e librit, sa autorët e librit kanë një ta, po shka u qujt 40 hadithe, sa hadithe janë ta, cili ka qenë i pari, cili ka komentu këta hadithe dhe kështu të mëra. E qëtash nga kam bet me fillu për minher për hadithin e parë. Hadithi i parë transmeton an Umara radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Transmeton Umeri radiyallahu anhu i cili thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë. Çka semi'tu, domethën Omeri po tregon që unë e kum pa pejgamberin edhe kum dëgju pejgamberin këtë hadith, edhe ka transmetuar këtë hadith. Pastaj thot, që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Në të vërtetë veprat shpërblehen, vlerësohen sipas niyetit apo sipas qëllimeve të tua. Shikit niyetin ton, niyetet e tua, qëllimet e tua shpërblehet domethënë edhe vlerësohet vepra. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe kështu që çdo njeri lidhet, shpërblehet sipas qëllimit në jetë që ka pasur. Apo e njëjta e ngjashme është hadithi, fjalë e parë, innamal a'malu binniyat, me të vërtetë vepra shpërblen sipas niyetit. Qysh e ki, çdo person qysh lidhet me niyetin e tij, çashtu ka më të avon edhe Zoti. Qysh e ki niyetin, çashtu shpërblen edhe Allahu azza wa jall. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Dhe kushdo që bën hijrat apo ka qenë në hijrat për Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë hijreti i tij është për Allahun dhe të dërguarin e tij. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Pastaj po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që bën hijrat për çështet e dunjajës, do të sprovohet me dunja. Kushdo që bën hijrat për çështet që mu martu me një grua të atij vendi, do të sprovohet me dunja, do të sprovohet me ta. Qysh e ka pa qëllimin, hijretin që shpërngull për një vendi tjetër, për dunja, jo për Allah, Allah ka me sprovu. Qysh e ka pa qëllimin ai? Po du më martuon me një grue që mi marë letët ati vendi. Sparvan Zotit, tër jetën a hatë s'ki më ka, e hupi jetën. Qysh e kini jetin, Allah të qenë dhe kë nuk qutë hijret për Allahun dhe të dërguarin e ti. Këtë hadith e ju lezër, gjindet në Bukhari dhe në Muslim. Në melin Allah dhe të vazhdojmë me i komentu fjallë e profetit. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur, innamal a'malu binniyat, më të vërtetë veprat shpërblehen sipas niyetit, yaqtadil hasr. Kjo e ka për qëllim vetëm një kufizim. Niyeti jote, vepra jote shpërblehet domethënë sipas niyetit, vepra jote. Atëre kjo është kufizim. Çfarë do të thonë kufizim? Jo me hi çdo kushin ta, jo për çdo sent ti do të më pat një jetë. Ja, është i kufizum ky nijet. Për cilën nijet? El-muftaqiratu ila niyyah. Një kufizim që ka nevojë për nijet. Që ky kufizimi që veçohet, domethënë për çka? Për nijetin. Jo për çdo sent me bën nijetin. Kufizohet për një nijet të veçantë. Jo me një çdo send në ta. Pastaj innama uridu biha al-a'malu shar'iyya. Ata shpjegohet. Ky nijet dhe ky kufizim është vetëm për veprat e shariatit, domethënë për adhurimet, për ibadetet në shariatin e Allahut. Po bajnë jetën me shumë punu, s'ka një jetë këto.
Po baj njetën me shumë bët tregti. Nuk ka njetë këto. Ja, njeti ku është vetëm në shariatin e Allahut Azza wa Jall, që ka të bëj me vepra, adhurime, qoftë ata adhurimet e gjuhës, qoftë ata adhurimet e zemrës, qoftë ata adhurimet që njeriu i shtin në praktik, në trupin e tij. Po këto është i kufizuar ky njet, vetëm me shariatin e Allahut. Dohet me pat njet kur dan me adhuru Allahun Azza wa Jall. Qali Imam Ahmed, thot Imam Ahmedi, uhibbu li kulli men amila amalan min salatin aw siyam. Po thot Imam Ahmedi, unë dëshiroj për çdo musliman i cili ban vepra, prej veprave sikur namazi apo agjerimi, an takuna niyyatuhu muqaddimatan fi dhalika qabla al-fi'l. Me qenë prezent para adhurimeve, para çdo ibadetit, me qenë prezente, me prezentu, me parapri niyetin para adhurimeve. Që kjo është kufizim. Niyeti do të me qenë pa tjetër kur ti dan me adhuru Allah Azza wa Jall, kur ti dan me agjeru, kur ti dan me fal namazin, pa tjetër do të me qenë niyeti. I kufizun vetëm në shariatin Allahut Azza wa Jall. Suile Imam Ahmed, u shpyt Imam Ahmedi për niyetin, kejfe nije, qysh niyeti? Ata Imam Ahmedi ka thonë, yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihi an-nas. Niyeti e trajton njeriu, e shëron veten, e shëron njeriu. Kur don ai me bo vepra për Allahun dhe jo për njerëzit. Subhanallah, çka është niyet? Moment që njeriu ban niyet, ai ta fali namazin të mshen filani, ai është i smut. S'ka trajtim mjekësor, shpirtëror. Që ka thënë Imam Ahmedi, niyeti i paq është kur ti don me bo një vepër për Allah dhe jo për njerëzit. Ti i duke shëru vetën tonë, i në trajtim të shërimit. E në moment që njerëzit e bujnë ndonjë niyet që me pa njerëzit, ai nuk është në rregull. Niyeti i tij është i smut, ka marrë smut. Nuk është e trajtu vetin për shërim. Subhanallah. Pastaj ajo lezër, fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dhe çdo kush për njerëzve lidhet, shpërblehet sipas qëllimeve të niyetit e tij, sipas niyeteve. Qysh je me niyet, lidhet edhe shpërbimi. Qysh e ki niyetin, Allahu do të thonë ta jap ata që ti e ke niyet. Kjo fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qëllimin kështu. Fa inna wa khayran hasala lahu khayran. Në qoftë se ti e ke niyetin e mirë për me adhuru Allahun, hasala lahu khayran. Do t'jap Allahu khayr dhe bereqet. Wa inna sharran hasala lahu sharrun. Në qoftë se ki për niyet për sherr, jo për çështet për me adhuru Allahun që çdo. Kjo është sherr. Që shtanë smut është, njeri smut. Atëra Allah Azza wa Jall do e godet ata me sherr, edhe pse është adhurim. Subhanallah. A mundet me qenë kështu? Po. Ai shkan e kryen haxhin, ai shkan e kryen umrën, ai lexon Kur'an, ai ban këto. Po se ka bu për Allah, ai është për to sherr. Ai është i smut, se nuk e ka niyetin për Allahun Azza wa Jall. Fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Më vërtet, vepra shërben sipas niyetit, këtu e ka për qëllim saktësimin e adhurimeve e që është kapu niyetit. Kur ki niyet mirë, e ki saktësu ibadetin tonë. Allahu ta ka pranuar. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ki mu lidh për niyetin tonë. Ta shka është fjala profetit, në qoftë se niyeti jot nuk është për Allah, nuk e ki saktësu shpërblimin që Zoti me ta dhënë. A e ki bu për veti, kur del për Allah, Allah të të merë shpërblimin të vetë. Qysh ta më marë shpërblimin? Qysh je, Allah i ka me të lirë. Subhanallah. Pastaj ajo lezër, kur të folni për niyetin, niyeti vendoset në dy kuptime. Kur fjala niyet,
vendoset në dy kuptime. E para, mi dallu ibadetet njëri me tjetrin. Për shembull, namazet për namazet, a ka dallim? Me niyet. Po. Te kur vjen xhami ki niyetën me fol drekën. E kur vjen xhami herën tjetër, e ki niyetën me fol ikindin, nuk është e njëjtë. Dreka ikindi. Agjerimi. Ti mush me bo agjerim me niyet nafile. Ama dhe ki obligim Ramazanin, kur hen Ramazanin të thu me niyet, e kemi të obligushëm, dhe më thonë agjerimi. Subhanallah. E para është dallimi i nijeteve, që vendoset në kuptimin e nijeteve. Çështja e dytë, dallohet nijeti sipas qëllimeve, a e ki për Allah jo. Çfarë dëshirë e kite? A e ki dëshirë që Allahu me të pa, Allahu me shpërblyt, apo e ki nijetin që me të pa? Kë është njerëzit? Atëherë kë është nijeti dy që vendoset për qëllime të tua që ti e ki për Allah a për shka e ki. Si ta dallojmë këta dy kuptimet e nijeteve që vendoset? Qysh mi dallu? E parë është e vëllezër, e fal namazin për të arritur të mirat e dynjës. E përmend Allahun për të arritur të mirat e dynjës. Që kjo është? Kuptimi i parë i nijetit që thamë pak më herët, njeriu i ban këtë adhurimet e Allahut për shka? Për të mirat e dynjës, mi fitu të mirat e dynjës. Kuptimi i dytë, pas me dorë dytën, da unë përmet edhe një shembull. Njeriu thotë kështu: o Allah jam, falëm ti mu, ama i nijetin se ka bërë që Zoti me fal. A pe kuptani? Ai thotë: o Allah jam, falëm ti mu, ama ai se ka bërë nijetin që Zoti me fal. Ai ka bërë nijetin që të mirat e dynjës mi fal. Edhe njëta gjë. Ai kur e fal namazin se ka bërë nijetin për Allah, për me pa njerëzit. Atëherë çu Zoti me të fal ty, ti se ki bërë për Allah këto. Në që shika është për nijetin, fillim të hadithit për fund veçën për nijetin. So kuptime da ma thonë ndërrohen, kuptohen, qëtë në ra. Në që nijeti me qenë për Allah në zëgje. Për ta thët për Amiri jonë sallallahu aleyhi wa sallam, men gazze fi sebilillah, wa lem jenwi illa iqalen, felehu ma nawa. Për thët për Amiri sallallahu aleyhi wa sallam, kush në rrugën, për me ngrit dinin, fejnë Allah të zërgje. Mirë pa e thët, nuk e ka qëllimin për Allah. E ka të qëllimin vetëm për me fitu të mirat e dynjës. Hoxha me rrugë për me ngrit fjallën Allah, apo? Po s'ka ardhaj për Allah. Ka ardhë për me fitu të mirat e dynjës. Qka po të të ameri? Felehu me nawa. Qysh e ka qëllimin Allah i ka me Allah. A be dam dynjan, ta jep Zotit dynjan. Kur del për Allah, s'kish për dit. Subhanallah. Ai tjetër e ka qenë xhamin, ky tjetër e ka bërë ta. Për shka për të mirat me fitu të dynjas. Ta jep Allah zë qashtë. Qysh po dan ta jep Zotit. Ama tek Allah nuk i kërgja e. Subhanallah. E dyta, me e pa ftyrën e Allah të zëgje, kuptimi dytë i nijetit. Gjithmonë na kur e bujmë një ibadet, një sadaka, një vepër, të mirë, është me pa ftyrën e Allah dhe me qenë Allahu i kënaqur. Për ta kanë ardhur shumë ajete kuranore, që unë i kum largu, jo ka një mësë me gjatë shumë ligjerate. E gjithë ajetet kanë ardhur illa betiga e wajhillah, për me pa ftyrën e Allah, që kjo është nijet. A e dini pse Allah për ka folë për nijetin e ka cekë qëta ajete që shkanë qenë për tonë që kanë tonë për pa ftyrën e Allah? Se kur ti thuti për pa ftyrën e Allahut, kur Zotin tonë nuk e rren. Nuk e rren. Unë thuj për Allah e baj, për Allah vinë gjami, për Allah e ndimaj gjamije, për Allah e fali namazin, për Allah e jep sadaka, për me pa ftyrën e Zotit. Nuk e rren Zotit. A në qofë se e banë që jep të këtë të sende dhe ju për në pa ftyrën e Allahut, kur lënë ditën e gjykimit, më bërtesin e pa ftyrën e Allahut. Edhe që ka marrë ajetet kuranor, le mehgjebun, dhe më thonë, e lypën e pa ftyrën e Allahut, Allah nuk i del krijesave, që atyve që se kanë pat njetin për Allah. Subhanallah.
Kjo është në kuptimin e dytë që e sharonëm në jeti është me pa ftyrën e Allahut. Dhe shano thonë Allahu subhanallah. Kur ta thonë çdo jetë me pa ftyrën e Allahut, në vërtet do të më të dritë zemra, edhe trupi më të dritë, më thonë çka ku ka një jetë. Me dal para Allahut, më të dritë, domethënë zemra për frikës, pse? Je për me pa ftyrën e Allahut. Për që ata Bilali radiallahu anhu, i cili kur ka marrë abdes, a i bal ka qenë i zi. Po kur ka marrë abdes, u zverët edhe ma shumë, u bo i zi edhe ma shumë. Ka thonë, o Bilal, qka puna me ty? Ka thonë, kur përkujtaj para kuna po dalë, po më hub qerja, Subhanallah. Pse ka kuptu e ka mëndu ftyrën e Allah të dhe gjenë me pa. Të parë tonë ku ju mbetu ka thonë pasha ftyrën e Allah. Kur të kam bon bezë, kam bon për ftyrën e Allah, edhe ma u kryma, që ashtu të kam be. Edhe vetët i kam bon për me pa ftyrën e Allah, azza wa jall. Pasaj ju lezër, pe Amirion sallallahu alaihi wasallam, për kuptimin e një jeti, shtasha, po? Pe Amirion sallallahu alaihi wasallam, shka po thot, men kanet il akhira, niyatuhu, kush ban vepra për akhirat, një jeti tjo për akhirat. Kush ban vepra, amo një jeti tjo është për akhirat, me fitu akhiretin. Gja'ala Allahu ghinauhu fi qalbi. Zoti ka me bu ata të pasë në zemrën e ti. Ati si do dynjaja, fa të nuk naqa. Akhiretin për fitaj. Qa kam në hangër ha që të, po baj pun për Allah, po mundona një jetin tem për Allah në të gjithë. Një jetin jam është akhireti, Allahu ka me bu të pasë. Subhanallah. Wa atathu dunya wa hiya raghima. Ati e njek dynjaja për mas. Ajo është i qetë. Ki mendim, veprën, dhikrin, leximin e Koranit, me kujtu ahiretin, mi bu dobi ahiretit, ka me të alon Zoti. Dynjajan ka me të njek për mas, i kemë koni qëtësushëm, i rahat shumë. Pasaj po thot për Amiri sallallahu alaihi wasallam, ومن كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه. Dhe kush e ka niyetin e tij për dynja, e fal namazin me fitu të mirat e dynjas, e ban një punë të mirë me pakit njerëzit, e hapat xhamin i thonë jam filani, e ban ato me thonë jam filani dhe shët më radh. Çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për niyetin e dynjas? Ka me bo Zotit varfër në sëvet e ti. Ajë nuk është i raqëm. Ajë është problemi ka me sjellë. Në shoqëri, në vetën e vetë, në familje. Pse? Një jeti ti është i keqë. Nuk është një jeti ti për Allah, për akhirat. është një jeti ti për fitimet e dynjajës. Pra ju lezër, e kuptojmë në këtë hadith këta. Adhurimet, dhikrin, Koranin, namazet, përgjithësi, adhurimet, do të mi bu dobi ahiretit. Allahu akbar. Qysh do të mi bu dobi ahiretit? Kur ta ban një dhikr, thu subhanallah. Kur më smenati me thonë subhanallah dhe me thonë me fitu të mirat e dynjas, po thonë subhanallah të fitaj të mirat e dynjas. Po kur thu subhanallah, dhe kujtan ahiretin, për Allah të zonë gjenë, me fitu ahiretin, që ka thonë ulemot, që kja fjallë subhanallah pranohet për Allah dhe për Allah ka më shpërbly në ahiret, dhe fitu ahiretin. A i cili thëtë subhanallah, elhamdulillah, apo namazet, me fitu të mirat e dynjas, i ka hub dobija ahiretit, nuk ka shpërbly në ahiret për ata vërën që ka bërë. Wallahi këm dëgju një shej në qabe, këm dëgju, është e ki, është hoxhi madh, dietar i madh, duke i thonë këta fjalë. Kush ban dhikr, kush i ban ibadete, dhe nuk i ban dobi ahiretit ti, nuk e kujtan për ahiret, thot adhurimet dhikri ti, përmendje çdo se nuk i ban dobi në ahiret, s'ka shpërblim. Gjithmonë kur ta bani dhikrin, kur tulesh, kur thu subhanallah, kujtaj ahiretin. O Allah, për ahiret jam të e bu këta. O Allah, ju dynjon, ahiretin për bajta. Se fjala subhanallah, elhamdulillah, Allah të dhikri, namazi, janë pemt e ahiretit. Nuk janë dynjos tonë, janë të ahiretit. Ki boj adhurimet
përgjithësi këto pemë i ki marrë në dynja për me fitu ahiretin. Amo këto pemë nësi ban dynja mi ngullë me po dobi për i dynjas. Gabim është kja. Pastaj e vëllezër, fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, kush ban hijret për Allah dhe dërgumin e tij. Hijreti i tij është për Allah dhe dërgumin e tij. Ai që ban hijret, po shkaj në Gjermani, po shkaj në Zvicër, po shkaj këta, në bëja ta, po shkaj në vendin e vet, për shka me i fitu të mirat e dynjas, apo ku martojna me një gru të asoj ati vendit, me i fitu të mirat e dynjas, me i fitu letat, dokumentat të të vendit. Kë nuk është hijret për Allah. Nuk qut hijret për Allah, kë qut hijret për dynja. Dhe për Ameri sallallahu për merë këtë shambull që po na jetë rrezikshmërin e veprave që njerëzit nuk i bujnë për Allah, po i bujnë për dynja. Që ti vendit vetë, janë vendin tjetër për dynja. Subhanallah. Jo, vendin tonë, ku da me lanë, leje për Allah, dhe shka vendin tjetër për Allah, me ngrit dinin fejnë Allah të zërgje. Që kjo është hijreti, që kjo pranot hijret. E për Ameri për nërë këtë shambull, që përna të regan rrezikshmërin e rrije, sy fajstis, vepra që nuk janë për Allah në zërgje. Hadithin e kemi këta. Për Allah të zërgje, ka me dollë shahidi, për Allah të zërgje, ka me dollë hoxha, djetari, një transmitim tjetër thuhet edhe hafizi i Koranit, i dyti. I treti ka me dollë për Allah të zërgje, a i cili ka dhonë pasurin e ti për Allah në zërgje. Allah zërgje i thot të parit shahidi, qka ki bëti për mu në dynja? A i thot, qateltu fike hatta isteshhidtu, Zot për ty, e këm ngrit dinin fejnë Allah, këm luftu edhe këm ra shahid. Allahu në sy. Thot kjo është një meti Allah. Kimi begatu, me do në luft në rrugën e Allah, dhe që da me thonë punë e madhe. Me të gjithë Zot i ma në gjamimin dhe gjuqë që të gjeratë është punë e madhe. Zot e ka të gjithë, rrujnë jetën e mirë. Edhe Allah për thot të i përsonit të kimi të gjithë na, ju shdo kushin luft në shku me ngrit dinin fejnë Allah. Allah për thot, po rente se ki bo për mu, e ki bo ti me thonë njerëzit, o ka një luftari fort, me po qësh luftajke. Allah shka i thot me lejkve, lidhne dhe gjune me ftyrën e ti në zjarë gjenamit. Pse? Ska desh me pa Allah. Ska thonë për Allah me bo këta. Po për më kon i njërë, me amaruat pazmorën atë, me thonë një filani, jo, ti për vendin tonë lufta për Allah. Që kja është, nësë lufta me tonë në kumë luftu ose ki bëjt dishka, e në gjeshme me tonë. Lufta për Allah në zërëgje. Edhe kjo përsajnë cili der, shetat Allah se ki bëjt për mu. Por rend, e ki bëjt me tonë njerëzit i fort, i angazhun, e kështë të mëral dhe ma tonë luftatar i mirë, dhe nuk e ki bëjt për Allah, dhe Allah ta të hedhë në zjarë gjenamit, hivet me ftyrë. I dyti del hoxha, thëtë Allah, që ki bëjt ti? Thëtë, ja rëpë unë për ty, thëtë më marë dituri. Thëtë, e ku mësu diturien, dhe e ku mësu diturien do kojna. Allah i thëtë, përren, se ki bëjt këta për mu. E ki bëjt që me thonë njerëzit, hoxhi mirë koka, hoxhi mirë, djetari mirë koka. E në gjashme shtë hafizi Koranit, del për Allah, thëtë e ku mësu Koranit, e ku mësu fjallën tane, që kanë transmitim hadithin tjetër, Korani, edhe pësë është hafizi Koranit, Korani kundër ti. Kur del thëtë jozë, të ty ka përnu kundër meje, kësë është edhe pëse e ka mësu thëtë Korani kundër ti del. E Allah e thëtë përren, e ki mësu Korani se në të njerëzit hafiz, a mos ki përnu me ta. Edhe hoxha, edhe hafizi, hidhën në zjarë gjenemi. Subhanallah. I treti, del i pasërit. Thëtë Allah, qka ki boti? Thëtë, unë Zot, këmë dhonë për ty pasurinë. Allah, janë një të mira, e është një meti Zotit me dhonë Allah pasurinë. Thëtë, ta si ki botat për mu. Këta i ki botat në ta njerëzit, po bujar koka kë, shumë mirë koka, që shkojet me do. E ki desh këta, në dynja, në më thonë, e ki desh këta në akhiret, se ki më këta. E merë, Allah zë gjenë,
e hur në ftyrë, në hur në zjarë xhenemit me ftyrë. Shikoj vëllezër, pejgamberi po I përmend hijret. Krejt që ta hinë në hijret. Nuk është letë me dalë në luftë për Allah dhe në rresh me luftu. Është hijret. Nuk është letë me lanë të shtëpinë edhe me shku me morë ditori. Është hijret. Nuk është letë ti më mundu me bu pasuri. Edhe kjo është hijret se e lën familjen. Po vinë krejt për ibadete më të mëdha, shehed, hoxh, hafizi Koranit, zekati, sadakaja, me gjitha kënë zjarë xhenemit. Subhanallah. Vepra të mëdha, po kush të ban xhemin zjarë xhenemit? Niyeti nuk ka qenë për Allah. Hijreti nuk ka qenë për Allah. Ky është hadith madhështor. Që në jep njëve rrezikshmëri ku me niyet, ta bëjmë për Allah dhe jo për diçka tjetër. E gjithë ky hadith, e fundit po e përmbylli. E gjithë ky hadith I ka dy kuptime, dy sene flet. E para, niyeti për Allah Azza wa Jall që I ban dobi ahiretit. Qysh tash? Agjeran, për namaz, ban zekër, lexon Kur'an, gjithmonë kujtoj ahiretin. Që Zot, që të leximin e Kur'anit që të bëj dumi dobi ahiretit. Kjo është kuptimi I parë I këtij hadithi. Gjëja e dytë I këtij hadithi, rreziku I niyetit që e prish këtë adhurimin. Si fajsia. Të I ban këtë sene, po sa më të thonë njerëzit, filani, po kënaj ke Koran, filani ishtë hoqë, filani ke shparë, ke parë, dhe jep ke da më thonë pasurinë e ti, andaj kujdes. E gjithë hadithi I ka këta dy kuptime. E lusmi Allah Azza wa Jall, dhe kja da më qka është I bjan kja? Kja I ban dobi dynjajës e prish ahiretin. Shka e fundit, e dyta. Që ban da më thonë rreziku e niyetit, që ban vepra jo për Allahun, për sy fajsi, kja e prish dynja, kja I ban dobi dynjan, e prish ahiretin. Allah në arruz. E lusmi Allah në Azza wa Jall, që gjithë të fjallë që I thanën për këti hadithi, që I kanë banë koment ulemat, unë I mundu, ka shumë fjallë, ka shumë hadithe, këtë I kom tërheqë. Komentin e hadithi me adil shpjegohet, apo me ajet shpjegohet. Na I kemi hek, I kemi marrë fjallë të ulemave që kanë më të rëndësishme për me e kuptu sa më thjesht hadithin. Dhe lusmi Allah Azza wa Jall që në vërtet ne të punojmë me këtë hadith me çdo vepër adhurim me dinin fenë tonë. Derisa I bën dobi ahiretit tonë. Allah na bëjë sinqert dhe me punojmë këtë hadith ya Rabbil Alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.